Misteri i fundjavës. 48 orët që do zbulojnë dashuri, tradhti dhe pasuri për shenjat. Kjo fundjavë nuk është një fundjavë e zakonshme, është një periudhë 48 orëshe ku yjet lëvizin ndryshe dhe energjitë e universit lëshojnë një mesazh të fuqishëm. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se disa shenja do të përballen me dashuri të papritur, të tjera me tradhti që nuk e prisnin dhe disa të tjerë me mundësi të arta për pasuri e sukses. Universi nuk luan kurrë rastësisht dhe kur këto shenja preken në të njëjtën kohë, është shenjë që një ndryshim i madh po troket. Bëhuni gati, sepse ajo që do të zbulojmë mund t'ju bëjë të shikoni jetën tuaj me sy tjetër. Mos e lini këtë mesazh pa e parë deri në fund, sepse ndoshta është pikërisht shenja juaj që universi ka zgjedhur. Binjakët. Fundjava sjell një energji të dyfish për binjakët dhe kjo nuk është rastësi. Nga njëra anë do të ndjeni një tërheqje të fortë ndaj dikujt që ka kohë që ju mendon dhe mund të shfaqet një shans i papritur për dashuri. Nga ana tjetër duhet të hapni syt sepse një person i afërt nuk është aq i sinqert sa duket. Nëse dëgjoni një thashethem ose një fjalë të hedhur kot, mos e lini pas dore, mund të jetë sinjali i parë i një tradhtie. Në aspektin financiar, këto 48 orë janë momenti i artë për të marrë një vendim që keni shtyrë prej kohësh. Mund të jetë një investim i vogël, një bisedë pune apo një hap drejt një projekti që ju ka tërhequr. Universi ju paralajmëron. Mos e lini këtë fundjavë të kalojë pa vepruar. Çdo hap që bëni tani do të ketë ndikim për muajt që vijnë. Kujdes nga gabimet e vogla që mund të prishin një marrëdhënie të madhe, por mos keni frikë të ndiqni atë që ju sjell pasuri dhe gëzim. Bricjapi. Bricjapët do të ndihen sikur universi po i vendos përballë një pasqyre ku nuk fshihet asgjë. Marrëdhëniet tuaja testohen fuqishëm gjatë këtyre 48 orëve. Nëse ka pasur dyshime ose heshtje në çift, ato tani do të shpërthejnë si një vulkan. Mund të ketë debate, por në thelb këto janë pastrime të nevojshme për të parë kush është realisht me ju. Nëse jeni beqar, dikush nga e kaluara mund të rikthehet dhe të hap një plagë të vjetër, por edhe një shans për t'i dhënë vetes një përgjigje që ju ka munguar. Financiarisht, fundjava është vendimtare. Një ofertë, një mundësi biznesi ose një lajm i papritur lidhet me paratë. Mund të merrni atë që prisnit, por duhet të jeni të kujdesshëm me firmosje kontratash apo shpenzime të nxituara. Universi ju thot qartë. Mos e lini frikën t'ju ndaloj. Tradhtia dhe suksesi janë përpara jush dhe vetëm zgjedhjet tuaja do të tregojnë se cilën derë do të hapni. Luani. Për luanin, këto 48 orë janë një arenë ku shfaqen forca të fshehura. Në dashuri, mund të ndiheni të dyzuar mes pasionit dhe dyshimit. Dikush që ju ka dhënë premtime të mëdha mund të tregojë fytyrën e tij të vërtetë dhe kjo do t'ju trondit. Megjithatë, një surprizë e ëmbël mund të vijë nga dikush që nuk e prisnin. Ju ndodheni mes tradhtisë dhe një dashurie të sinqertë dhe universi ju fton të dalloni se kush është me të vërtetë për ju. Në aspektin financiar, fundjava ju ndriçon rrugën për një sukses të madh. Një projekt që keni punuar në heshtje, një ide që të tjerët e kanë nënvlerësuar, tani mund të marrë dritën jeshile. Kujdes me njerëzit që përpiqen t'ju prishin planet nga xhelozia. Universi ju dërgon mesazhin se nëse qëndroni besnik ndaj vetes, jo vetëm që do të kapërceni tradhtin, por do të hapni një derë të madhe drejt pasurisë dhe njohjes. Gaforja. Gaforja do ta ndjej këtë fundjavë si një periudhë intensive emocionale. Çështjet familjare ose në marrëdhënie do të jenë në qendër të vëmendjes. Një person i afërt mund të tregojë një anë që nuk e keni parë më parë, dhe kjo mund të sjellë ndjenja shkënjimi apo dyshimi për tradhti. Por mos harroni, çdo dyshim është një mundësi për të parë të vërtetën. Nga ana tjetër, një surprizë e ëmbël në dashuri mund t'ju jap shpresë të re dhe të forcojë lidhjet me dikë që është vërtet i rëndësishëm për ju. Financiarisht, yjet tregojnë një mundësi të fshehur që mund të dalë krejt papritur. Mund të jetë një shans për të fituar më shumë, ose për të marrë një shpërblim që nuk e prisnin. Këto 48 orë janë një test për durimin dhe instinktin tuaj. Nëse ndiqni intuitën, jo vetëm që do të mbroheni nga tradhtia, por do të kapni një shans të artë që do të ndryshojë lojën në anën tuaj.
Këto 48 orë janë një provë e madhe për të gjitha shenjat, por veçanërisht për këto që përmendëm. Mos e neglizhoni mesazhin e universit, sepse mund të jetë një shans i artë për të shpëtuar nga një gabim, për të fituar diçka të madhe ose për të zbuluar kush është me të vërtet pranë jush. Kujtoni gjithmonë, universi nuk flet kot, dhe ju jeni këtu pikërisht tani për një arsye. Nëse ky mesazh ju preku, mos harroni të bëni subscribe, like dhe share, sepse çdo klikim ju lidh më shumë me këtë energji.